Shikues nderuar, mirëmbrëma. Jeni me emisionin VIP Intervista të televizionit Tema, i cili ka rrjedhë të drejt për drejt. Mysafiri yni dhe juaj sonte është Libor Naliu, deputet në Parlamentin e Kosovës. Zoti Aliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion e televizionit Tema. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Zoti Aliu, ju me xhenezi jeni nga Presheva. Presheva këto ditë është vatër e tensioneve të shumta. Ju jeni në mesin e 12 zërave që përfaqësoni vetë vendosjen në parlament si subjekt, si e shihni këtë problematikë? Po, kjo që ka ndodhur kohëve të fundit në Preshevë, pra heqja e lapidarit dhe tensionet rreth lapidarit, është ajo që në një farë mënyrë nuk ka rreshtur së ndodhurit që nga viti 1912, pra kur Presheva është pushtuar nga Serbia bashkë me gjitha teritoret tjera shqiptare në atë kohë që janë pushtuar nga Serbia. Pra, terrori mbi atë popullat nuk është ndalë asnjëherë. Çfarëdo pushteti që mund të ketë ardhur, herë më rënd e herë më lehtë, dhe tash vim në situatën pra kur qytetarët e Preshevës, ata po të njëjtët që i kanë qëndruar gjithë këtyre suhive, sot më ngelen me shpresë dhe me sy nga Prishtina, mos eventualisht do lëviz diçka për ta, dhe tani kjo situatë që ndodhi ishte pra të themi ajo që i hoqi maskën edhe Serbisë, përfundimisht në raport me Kosovën në këto negociata, e po ashtu i hoqi një lloj maske edhe vetë Kosovës, Prishtinës në këtë rast. Pra, gjatë tërë kësaj kohë që nga viti 2006, mos harrojmë që ka pas negociata të vazhdueshme në mes Prishtinës dhe Beogradit. Pra Kosova ka negociuar me Serbinë. Në të njëjtën kohë Serbia ka qenë po e njëjta gjatë tërë viteve, 10 viteve të mëhershme. Pra në të njëjtën kohë sa janë bërë negociatat, ka pas gjithmonë terror, dhunë kundrejt asaj popullate, e cila popullat është dëbuar dhe po dëbohet vazhdimisht. Pra të mos harrojmë që tani në Preshevë, Bujanos dhe Medvegjë, popullata është gjithnjë më pak. Ajo çka pra është ndryshueshme atje, është veç numri i popullatës, se përndryshe dhuna nuk ndryshon që prej vitesh. Ta zëm në Medvegjë prej mbi 5.000 banorësh që kanë qenë në përfundim të luftës, apo pak para luftës, tani kemi më pak se 500. Tërë malësia Bujanosit është zbrazur, bëhet terror gjithandej, Gjandarmeria Serbe ajo që kudo në për gjitha këtu teritoret defilon, ndodh dhuna, arrestimet dhe gjendja në ato, përpos në aspektin e dhunës, pra kështu edhe varfëria nga ana tjetër që ka bërë që popullata gjithnjë më tepër të fillojë gradualisht të alshojë atë vend. Natyrisht, tani ky vit është tash ky fillim viti apo edhe viti që shkoi ishte vit ku që prej kohësh qytetarët e Preshevës, Bujanos dhe Medvegjës rrinë me shpresë se mos eventualisht do të bëhen teme negociatave. Gjatë gjitha negociatave ata kanë gjendruar me këtë shpresë. Dhe shpresat që kanë ardhur nga Prishtina për herë. Dhe këto shpresat ai kanë mbajtur të qetë. Edhe në vitin që shkoi, ata u lanë të shpresonin se do të jenë temë e negociatave. Dhe siç po shihet nuk po ndodhi diçka aty. Tërë kjo problematikë që kulmoi në momentin me 17 janar, kur në Bruksel u takuan Thaçi e Dačić, pra dy kryeministrat, ai i Kosovës dhe ai i Serbisë. Ndodhi pastaj edhe tërheqja e pllakës dëshmorëve apo përmendorës së dëshmorëve në sheshin e Preshevës. Të nesërmen këtu në komunën e Vitis ndodhi edhe dëmtimi i varrezave ortodokse. Si ishini këto tri shenja të zhvillimeve? Në aspektin e sigurisë, në aspektin politik? Së pari, pllaka u hoq, pra që është ndërlidhur me takimin me Thaçin me Dačić që ndodhi në Bruksel. Dhe gatishmëria për atë takim e prodhoi edhe një platformë të Serbisë, të cilën sot në një farë mënyrë institucionet e Kosovës po përpiqen sikur ta injorojnë. Pra gatishmëria e qeverisë Kosovës që të shkojnë në negociata dhe të flasë për veriun, pa vendos asnjë lloj kushti, e sidomos pa vendos asnjë kusht as për qytetarët e Preshevës, Bujanosit dhe Medvegjës,
ka prodhuar atë platformë. Dhe fakti që kanë shku dhe kanë negociu për veriun, kryeministri Thaçi, duke mos qenë as kusht e as temë çështja e qytetarëve të Preshevës, Bujanovës dhe Medvegjës, e prodhon guximin e Serbisë kundrejt shqiptarëve. Pra, ai vije dhe qet platformë për Kosovën, për serbët në Kosovë, dhe në të njëjtën kohë e heq monumentin dhe në një farë mënyrë provokon rand ndjenjat e qytetarëve të Preshevës, Bujanovës dhe Medvegjës. Dhe nga ana tjetër që është më e keqja është që në Kosovë ata me këtë synojnë edhe të nxisin një reakcion, i cili reakcion revanshist të qytetarëve, i cili reakcion në këtë rast do të ishte jashtëzakonisht i dëmshëm. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në vizitjen e takimit në Bruksel u tregua zemërgjër pritë lidershipin e 3 komunave nga Lugina e Preshevës. Kujtoni se ka mungesë transparencës për këto takime, a dihet çfarë u bisedua, çfarë u premtua? Po nuk u premtua asgjë në ato takime. Të mos harrojmë që qytetarët e Preshevës, Bujanovës dhe Medvegjës dhe liderët e tyre politik, nganjëherë mund të jenë të dobët, po flas për liderët. Por dobësia aty po thjesht të mos i kundërvijnë apo të jenë të qetë në kërkesat e tyre, të jenë sa më të urtë, sepse i kanë shpresat e orientuara syt të orientuar nga Prishtina. Dhe është lehtë të manipulosh me ta. Është lehtë të premtosh, sepse janë pozitën e rëndë. Asociacioni 3 komunave u mlodh gjithë këshilltarët komunal shqiptarë që janë në këtë 3 komuna u mlodhën e bënë deklaratë politike, u treguan shumë unik dhe i kërkuan nga qeveria e Beogradit, nga Bashkia Ndërkombëtare, nga Prishtinë, nga Tirani që të dalin zot në një moment, sepse sipas tyre pllaka përkujtimore në Luginë Preshevës do të thotë ekzistencë shpirtërore. A ka mund ndodh ndryshe? A mos kjo është deklarata politike, zhvillime të tjera. Platformën politike që nga viti 2006 është hartuar platformë politike me kërkesa mjaft të qarta dhe të guximshme. Pra qytetarët e Preshevës, përmes përfaqësuesve të tyre, e kanë hartu platformën ku kërkohet reciprocitet me të drejtat e serbëve në Kosovë deri në bashkim me Kosovën në rast të ndryshimit të kufive. Pra, ata kanë një platformë të qartë dhe kërkesa të qarta. Dhe janë të vendosur në ato kërkesa. Atyre veç ju duhet mbështetja. Tash, kur nuk ka mbështetje, nuk mund të pritet ndonjë guxim i madh nga ata. Natyrisht po flas për politikanët, të cilët presin mbështetje nga Prishtina dhe shikojnë me sy kundrejt Prishtinës. Pra kërkojnë në një farë mënyrë mbështetje direkt nga Prishtina dhe Tirana, e cila mbështetje në fakt nuk po ndodh. Dhe kjo mbështetje nuk është gjë tjetër përpos kushtëzim në negociata. Se nuk di si ndryshe do të mund të ishte mbështetja nga Prishtina përpos presion kundrejt faktorit ndërkombëtar për të drejtat e tyre në një dhe presion kundrejt Serbisë. E në këtë rast presioni është vetë kushtimet. Kushtimet që ne do të mund t'ja bënim Serbisë në negociata. Serbia ka nevojë për këto negociata, pra Serbia ka nevojë për ne në këtë rast. Dhe ne kemi rastin e volitshëm që ta kurrëzojmë atë. Si në Preshevë, si në Prishtinë, si në Tiranë, rreth këtij problemi. Nuk kanë. Absolutisht nuk kanë. Natyrisht që jo. Mund të themi që nga Tirana vjen një zë i zbet. Qytetarët e Preshevës, Bujanovës dhe Medvegjës kanë qëndrimet e qarta dhe kërkojnë mbështetje, ndërsa Prishtina nuk e kryen detyrën që do duhet i takonte. Kemi një rast ideal tani ta kurrëzojmë Serbinë. Pra ajo varet nga Kosova për shkak se integrimi i saj në Evropë varet nga këto negociata dhe ne po ja japim integrimin me durët tona, në ndërkohë që Serbia po na i shtyp vëllezërit tonë në Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Pra, është rast ideal që ne ta kurrëzojmë atë. Është rast ideal që ne të vendosim masa reciprociteti në përmallrat serbe. Të mos harrojmë që 500 milionë euro Serbia sot i merr kesh nga mallrat që i eksporton Kosovë. Kjo do të thotë interes vital për ta. Aktualisht, lirë më çka mund të planifikojnë për të ardhmen. Dhe ne kemi në dorë shumë elemente që ne do të mund ta kurrëzonim atë. Përpos negociatave është edhe ky elementi i bllokimit të mallrave, të ardhjes së mallrave, të bojkotimit në farë të mallrave të Serbisë. Këto dyja do të ishin kushte të cilat do të reflektonin drejt për drejt në Preshevë. Pllakës dëshmorëve në qendrën e Preshevës. Dhe paraleles tjetër që ndodhi këtu në komunën e Vitis, pra dëmtimi i varrezave ortodokse, subjekti juaj politik doli me një kontestë dhe i dënoi këto
akte, si që quajtët ju, vandale. Çfarë është komenti juaj rreth këtyre zhvillimeve? Pse ndodhin këto? Do të analizojmë sot ka zëra së pari pse ndodhin. Mos këto veprime këtu në Kosovë janë edhe dorë zgjatore e shërbimeve sekrete serbe. Apo ne nuk e di se a mund të jenë, po nuk do të thotë që mund të jenë, pra te ne duhet kuptojmë që ka njerëz të zemëruar, që zemërohen, dhe ne mund ta kuptojmë zemrimin. Po ata në këtë rast e kanë huq cakun. Du ta kemi qartë që ata e kanë huq plotësisht cakun, në këtë rast me vetë fakt që i kanë godit. Dhe kjo është diçka e dëmshme. Po pse ndodh kjo? Nuk do të kishin me ndodh veprime të tilla kur autoritetet politike do të ishin në krye të detyrës. Të ishin pranë krye të detyrës. Po të ishte sot qeveria e qartë dhe vendosur kundrejt Serbisë dhe për të drejtat e qytetarëve në Presheva në zonën e veç, të gjithë do të ishin unik drejt saj dhe nuk do të kishte nevojë për veprime anësore. Pra, as ne nuk do të kishim nevojë të thirrim protestë, po kalojnë disa ditë dhe ne tash duhet të thrasim një protestë sepse nuk po ndodh asgjë. Qeveria doli me një vlerësim të vetën se janë akte qyqare. A janë të mjaftueshme këto? Po, natyrisht nuk është e mjaftueshme deklarata të tilla, sepse aktet të tilla po përsëriten vazhdimisht në Preshevë dhe këta vazhdojnë të shkojnë në negociata me ta. Pra, tash veprimi i kundrejt këtyre varrezave apo ndonjë monumenti është plotësisht diçka e gabueshme dhe e dëmshme. Unë nuk mendoj që Serbia do të dëmtohet me faktin që po i dëmtohen varrezat e disa serbëve në Kosovë. Nuk dëmtohet, përkundrazi. Ata do të kenë tani argument që ta balansojnë veprimin e tyre, ne nuk do të kemi argumente të plota kundrejt asaj që ka bën Serbia, sepse më njëherë do të akuzon të kundërtën ajo kundrejt nesh. Pra është një cak i huqur që në fakt Serbia do ta përdor kundrejt nesh. Dhe çka sjell kjo? Çka mund të sjell kjo? Kjo mund të sjell edhe të themi një lloj argumenti kur në të ardhmen ajo platformë e Serbisë ka rrezik të jetësohet, e të na thonë pastaj që ishin këto veprimet e varrezave, ato që na sollën atë platformë. Pra, mos harrojmë që Paku i Ahtisarit sot, një ndër argumentet, arsyetimet se si na erdhi Paku i Ahtisarit, janë ngjarjet e Marsit. Pra, ndodhen ngjarjet e Marsit dhe u desht të lëshonin për tek Paku i Ahtisarit. Dhe tani mund të thuhet që ja po ndodhin këto ngjarje, edhe pse kjo në krahasim me Marsin është tetë pa krahasueshme. Dhe këto janë ngjarje teje të vogla në krahasim me zemrimin e qytetarëve. Pra zemrimi i qytetarëve është më i madh. Qytetarët megjithatë janë treguar të kontrolluar në këtë punë, në këtë pikë. Dhe këto që kanë ndodhur janë të pritshme. Është i pritshëm zemrimi i qytetar, po është i gabueshëm. Është i dëmshëm. Unë mendoj që në këtë situatë për shembull liderët e institucioneve, subjektet politike, liderët e institucioneve në këtë rast duhet të bëhet se qytetari vepron si soi kur e sheh të pafuqishëm askënd kundrejt Serbisë. Kur e sheh të pafuqishëm liderin e vet kundrejt Serbisë, ai atëherë fillon merr veprim kryen vete dhe përpiqet spakut ja godet simbolin armikut të tij. Kupton? Kur ta shohin qytetarët tonë Hashim Thaqin të dopt para Daqiqit. Kur e shohin që prezenca, shkurja e Hashim Thaqit në negociata dhe kompromiset që ai bën, e prodhon edhe një platformë të Daqiqit plus e jep zemër që thonë Daqiqit me prodhuar platforma, këta mund të njihen të zemrum dhe nuk kanë çka të bëjnë tjetër se post t'ia sulmojnë simbolin. Nuk mund ta godasin Serbinë, ja godasin simbolin. Pra, kjo është veprim si rezultati i zemrimit që në fund është i kuptueshëm nga qytetarët. Po një gjë e tillë nuk do të ndodhte po të shihej guzimi dhe vendosmëria të qeveritarët tonë. Po të ishin ata të vendosur dhe të guximshëm, një gjë e tillë nuk do të ndodhte sot. Ata do të ishin Na e shpjego pak më tepër këtë guxim, çfarë po nuk kuptoni guxim? Po së pari qeveria duhet të ndërpret më një herë negociatat me Serbinë. Po kjo është një nuk ka kuptim i vetëvendosjes. Jo, ajo është dashur të ndodhë më herët, por kjo është tash për sa i përket vetëvendosjes e dytë është që edhe ato që kanë ndodhur më herët duhet të mos implementohet, marrëveshjen të mëhershme. Pra, hapi i parë tani është që të ndërpritet negociatat. Dhe jo të arsyetohet kjo ndërprirje të ndërpres negociatat në Bruksel. Po, kur dihen obligimet ndaj bashkisë ndërkombëtare. Mos harrojmë që Kosova nuk ka ndonjë obligim të veçantë. Pse është ai obligim që ne po dëshka patjetër të shkojmë në negociata për Serbinë që ajo t'ia mundsojmë asaj të shkojë në Bashkimin Evropian pa na njohur neve.
Serbia sot në BE mund të shkon kollaj, shumë kollaj. E njeh Kosovën dhe i hapën dyert për BE. Pa ajo po don me shku në BE të mos e njoft Kosovën. E për me shku në BE të mos e njoft Kosovën, i duhet negociata me neve. Dhe ne po i shkojmë Serbisë në negociata për m'ia mundësua asaj me shku në BE pa na njoft. Pra, ne po ja mundsojmë ato. Ne e kemi në dorë një kurrëzime të mëdha, kemi mundësitë shumëta që ta kurrëzojmë Serbinë. Si. Po pikërisht me refuzim të negociatave duke vendos kushte. Pra unë nuk shkoj në negociata pa i realizuar disa kushte Serbia kundrejt nesh. Sepse nuk ka kuptim të shkojmë në negociata dhe në këto negociata jemi temë na. Pra, ne negociojmë me Serbinë, jo për Serbinë dhe për Kosovën, po veç për Kosovën. Pra, ne negociojmë me ta vetëm për Kosovën dhe kjo nuk kupton që diçka prej Kosovës ata kanë me marr. Qysh kena hinë në negociatat e para? Me Preshevën, kujtoni këto jo vetëm Preshevën, jo vetëm të drejtat e qytetarëve të Preshevës, por së pari njohja. Së pari njohja e Kosovës. Mos harrojmë që në negociatat të tilla, si palë jo e barabartë, dhe në negociatat të tilla ku temë jemi vetëm ne, dhe nuk ka reciprocitet aty, ne kemi hyrë së pari në negociatat e Vienës me kërkesën pavarësi, kemi dalë me pakën atisarit. Tash po hyjmë me pakën atisarit, e do dalim me më pak se pakën atisarit. Pra, nuk po hyjmë ku ne mund t'japim dhe mund të marrim eventualisht, dhe ki reciprocitet. Po hyjmë në diçka ku ne patjetër se do duhet t'japim nga ana jonë për ta. Dhe në këtë rast kurrëzimi është çelësi. Duhet të vendosim kushte, duhet të vendosim parimit e reciprocitetit me ta, dhe kjo është elementi i vetëm që ne kemi dorë, por shumë i fuqishëm tani për momentin. Nuk do ta kemi këtë luks në të ardhmen. Sot kemi shans që ne të kurrëzojmë dhe kjo gjë nuk po ndodh sepse kemi politikanë të shantazhuar dhe të korruptuar. Pra ata, Bashkimi Evropian, kurrëzimi do të ndodhë me reciprocitet, kujtoni, Preshev, Veri Mitrovica. Jo, reciprocitetin në të gjitha aspektet me Serbinë. Pra, nga njohjet, nga të gjitha elementet, ndër tjera dhe edhe të drejtat të qytetarëve në Preshevë e nëse Medveç. Pra, ata janë përcaktuar, qytetarët e Preshevës janë përcaktuar me platformë. Dhe ne duhet t'ua njohim atë të drejtë. Ata kanë të drejtë. Ata jetojnë në atë territor prej shekujsh. Ata kanë lidhje territoriale me Kosovën dhe ata kanë të drejtë i bashkangjitjen e Kosovës. Është e drejtë legjitime e tyre dhe ne duhet t'i përkrahim në këtë të drejtë. Tjetër është mundësia reale sa mund të realizojmë ne bashkimin e tyre me Kosovën, po tani për tani, pra në kuptimin e forcës po flas. Po flas tani për tani e kemi shansën e kurrëzimit, të cilën shans nuk po ndodh që po kurrëzohet Serbia. Në këtë aspekt nuk ka rrezik që edhe autonomia e Veriut të Mitrovicës vjen deri te mos harrojmë që kemi ne po flasim për reciprocitet të drejtave. Reciprociteti i të drejtave do të duhet të nënkuptonte të drejta të njëjta për të dyja palët. Pra, dhe kjo fal këtij kurrëzimit të Serbisë në BE që po njovitë negociatat, se për ndryshe ne nuk ka kuptim sot në politik që ti të bësh thirrje për të drejtat në Preshevë në ndërkohë që tërhiqesh nga Veriu. Tërheqja nga Veriu dhe në tërheqje sipër kërkesat për të drejtat e qytetarëve në Preshevë, Bujanos e Medveç, realisht është gati humbje të dyjave, gjë që edhe po ndodh. Pra, fakti që qeveria e Kosovës tërhiqet nga Veriu dhe në tërheqje sipër këta japin elemente dhe shpresat e qytetarëve të Preshevës që ndoshta mund të bëhet diçka për ta, realisht sollin në këtë situatë ku ndodhin negociatat ku të drejtat e qytetarëve të Preshevës nuk janë fare as në tavolinë. Si po të rriqet kryeministri çdo ditë kemi vazhdimisht deklaron se është i fortifikuar në dokumentet e paktit të Ahtisarit. Po ja, shembull tani na doli që nga doganat do të kemi një fond zhvillimor për Veriun e Kosovës. Nga analizat e mëhershme del që të ardhurat për kokë banor janë 3 fish më të mëdha në pjesën veriore se në jugore. Pra serbët në pjesën veriore të Kosovës marrin 3 fish, kanë 3 fish më shumë të ardhurat se qytetarët shqiptarë në pjesën jugore. Dhe prapa ata duhet të kenë fond zhvillimor. Mirëqenia nuk kupton edhe integrimin në Kosovë e serbëve të Veriut? Për serbët e Veriut nuk duhet të korruptohen në një farë mënyrë ata për të integruar. Duhet vullneti politik i Kosovës për me vendosë për me shtisë rënde. Kjo nuk kupton edhe forcën. Pra,
Po një gjë e tillë, ne kemi caktuar me pika vendosjen e sovranitetit në veri. Po dy të parat janë dy kushtet e para kundrejt Serbisë, janë ndërprerja e negociatave, që Serbia po përfiton nga ato dhe ne vetëm japim, asgjë tjetër, ndërprerja e negociatave dhe ndërprerja e importimit të mallrave serbe. Këto janë dy elemente të cilat e kurrëzojnë Serbinë. Për të dyja këto elemente Serbinë sot e mbajnë, si themi. Në njëra ja siguron integrimin në Evropë, tjetra ja siguron stabilitetin ekonomik. Pra, në kohën e reciprocitetit Serbia ka pas krizë ekonomike, ka filluar të shkojë drejt krizës ekonomike. Në ndërkohë që fabrikat e pakta që ne i kemi kanë filluar të punojnë me trendrime. Pra, në atë kohë të reciprocitetit. Dhe kjo është do të thotë sot mos harrojmë. Sot ne i kemi punët më keq se sa dje. Nesër do të kemi punët më keq se sa sot. Për sa të kohë të vazhdon procesi i dialogut dhe të mos ketë bllokim të mallrave serbe, ne do të kemi punët më keq në raport me Serbinë, Serbia do të ketë punët më mirë se ne për çdo ditë. Në momentin e parë që të ndodh ndërprerja e negociatave dhe bllokimi i mallrave serbe, ndrohet për 180 shkallë. Çdo ditë ne do të kemi punët më mirë se ata. Ata do të kenë punët çdo ditë më mirë, më keq se ne. Dhe çdo ditë neve na krijon atë kushtet për me vendosur sovranitetin në veri. Sovranitetin në veri duhet ta vendosim vetë. Ai nuk mund ndodh brenda një nate, ai nuk kupton një plan, mafa të gjatë, po nuk mund të ndodh pa ndërprer që shtojnë ndikimin financiar Serbisë, edhe pa ndërprer në farë mënyrë shfrytëzimin e Kosovës nga ana e Serbisë. Pa ndodhur të dyja nuk mund të ketë. E përmendet fondin për veriun. A mendoni se ka hapësirë që të krijohet një fond i tillë edhe për komunat në luginën e Preshevës, nga Kosova, nga Tirana, për të mbështetur këta njerëz që ndrojnë në trojet e tyre etnike? Po nuk do të duhet të ishte të shikoj tash çdo gjë që ne nuk po mundemi t'i bëjmë ballë Serbisë ta kërkojmë ne. Pra, nuk do duhet të shtrojmë, nuk do duhet të harruar. Po ata janë të harruar dhe të braktisur. Dhe çka është më e keqja, janë lënë të shpresojnë. Qytetarin apo një lider politik në pozitën çfarë sot janë ata në Preshevë, në atë territor shumë të ngushtë, me pak popullat, kundrejt një Serbie. Ti lësh është e lehtë që të presësh nga ata që eventualisht të jenë të hezitojnë kundrejt përmendorës, të vinë këtu të konsultojnë, kërkojnë një konsult, çka po më thu të bëj. Ata thjesht vëshin kërkojnë largimin e kombit, thonë se dëshmorët janë të kombit, nuk janë të Preshevës. Po të mos harrojmë që Presheva i ka kontribu Kosovës, Presheva banosë me të vegjë ata qytetarë, sikur ata qytetarët e Maqedonisë sot, sikur qytetarët e Malezi ka kontribu këtij zhvillimit sotëm që e ka Kosova. Kësaj gjendje ku ne sot kemi arrit i kanë kontribuar ata. Këtë liri që sot e kemi si rezultatin të gjithë shqiptarëve në ish Jugosllavi. Nuk e kemi bë vetë, e kemi bë bashkë me ta. Kanë dhënë edhe na kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme. Kanë dhënë edhe jetën, kanë luftu, kanë dhënë edhe mos harrojmë në kohën kur në vitet 90-ta në Kosovë ka qenë krizë ekonomike, qytetarët e Preshevës, Bujanosë dhe Medvegjës që kanë qenë ekonomikisht më mirë, kanë pas punë se ne, e kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë Kosovën. Ose të mos harrojmë që në vitet e pas luftës, të gjithë të burgosurit politik në përburgjet e Serbisë ju kanë mundsu vizitat përmes Preshevës, Bujanosë e këtyre komunave dhe këta qytetarë kanë marrë to familjen për shtëpiat vetat. Pra ata kanë qenë çdo herë gjeneroz të gatshëm në një farë mënyrë të ofrojnë çdo gjë. Të mos harrojmë që sot ose sa njeri ka qenë ndjekun në vitet 90-ta, përfshirë edhe shumë udhëhec politik tonë. Nuk kanë pas rrugë tjetër kam ja mojt për më u largu pi Kosovës, i kuptojnë. Çatje, ka Presheva e kanë gjetë rrugën. Dorën zemër, zoti Aliu, a ka forcë Kosova të ndihmojë më tepër? Forcë ushtarake nuk ka, natyrisht. Forcë ekonomike nuk ka. Serbia ka forcën ekonomike dhe mund të ndihmojë serbët e veriut. Ne kemi një element të vetëm, jo vetëm si Kosovë. Veprojmë në këtë situatë. Është i vetëm është në një element njerëzor, pra duhet të jemi ta shfrytëzojmë këtë rini që e kemi në organizim, pra dhe tjetër është ta kushtozojmë edhe faktorën ndërkombëtar, edhe Serbinë me të drejtat ndër të tjera, edhe me të drejtat e shqiptarëve në Preshevë në Sëndeq. Edhe me neve, po të mos harrojmë që ne jemi duke u dobësuar çdo ditë.
Dhe nuk mund me këtë politik të dëgjueshmërisë totale ndaj çdo gjaje, ndaj çdo kërkese që na bëhet, ne mund të rinin në çfarë aspektit. Mos harrojmë që sot ne kemi potencialin njerëzor kemi të madh. E kemi potencial njerëzor. Ne nuk kemi shtet i pasur, ne nuk kemi ushtri. Serbia ka ushtri edhe shumë më pasur se ne. Rinia vetëm si resurs. Po ne kemi resurset njerëzore të cilat po na ikin çdo ditë. Nëse nuk arrijmë të shfrytëzojmë ato, të organizojmë në të mirë të vendit, në kuptimin edhe të një lloj vedije prodhuese, pra edhe në aspektin ekonomik, edhe këtë duhet të gjejmë forcat nga vetë brenda ne. Dhe pastaj gjenden edhe miqt. Të mos harrojmë, nëse kthejmë politikën në ndryshe për asaj që kemi sot. Pra aktualisht politika e sotme bazohet në faktorin e jashtëm. Çdo gjë vjen nga faktori i jashtëm. Pra agjendat janë të vendosura jashtë dhe ne si faktori brendshëm vetëm sa i subordinohemi atij. Ne duhet ta vendosim ta përmbysim këtë situatë. Pra faktori primar në zgjidhjet të problemit duhet të jetë faktori brendshëm. Ekonomia e Kosovës nuk mund të zhvillohet nga importi. Ekonomia e Kosovës duhet të zhvillohet nga prodhimi. Dhe ne duhet të fillojmë të prodhojmë ne. Dhe ne duhet të mbrojmë produktet tona. Ne duhet të kemi politika të tilla fiskal që ekonominë tonë bazojmë në prodhim. Natyrisht, edhe tregtia është pjesë e zhvillimit ekonomik. Ne nuk mund të prodhojmë gjithçka, dhe duhet të importojmë. Por nëse ekonomia jonë bazohet vetëm në tregti dhe në import, ne do të shkojmë duke u dobësuar çdo ditë më shumë. Ne sot mbështetemi vetëm te të ardhurat që na vijnë nga jashtë. Kjo vetëm në aspektin ekonomik, po edhe në aspektin politik, në të gjitha aspektet tjera, mendoj që është zgjidhja vjen nga brenda. Ne duhet ta shohim, ne duhet ta vendosim agjendën, ne duhet të kemi iniciativën. Shqiptarët përgjatë historisë sa herë kanë pas iniciativa të veta, që ka buru nga brenda, ka pas përparim. Sa herë që gjithçka e kanë nënshtruar, çdo gjë ju kanë nënshtruar agjendave të huaja, ne kemi pas mundje. Regjin e lusim për një frymëorje për pak publicitet. I kthehemi sërish rrjedhës së drejt për drejt të emisionit VIP Intervista, i kthehemi rrjedhës së drejt për drejt të bisedës me deputetin në Parlamentin e Kosovës, Libur Aliun, nga Lëvizja Vetvendosje. Zoti Aliu, disa herë gjatë kësaj bisede u nënvizua, u potencua akumulimi i zemërimit në popullat. Në anën tjetër kemi deklaratat e Prishtinës, kemi deklaratat e Tiranës, kemi deklaratat e leadershipit në Preshev, verbale. Çfarë në këtë situatë a ka pasur mundësi që Kuvendi i Kosovës mlidhet dhe ta shtrojë këtë çështje për debat? Ne dëshëm që para se të ndodhin negociatat në Bruksel, ta thërrin Kuvendin, sepse në atë kohë ishte aktuale edhe çështja e platformës, do platformës të cilën e hartoi Dačići, dhe në një farë mënyre ata u deklaruan se në negociata për negociatat e tyre ka një platformë. Në anën tjetër ishte kërcënimi për heqjen e lapidarit. Pra, Serbia sulmonte në të dyja rrafshet. Konsideronim që ishte shumë e nevojshme që atëherë të mlidheshim para se të shkojnë në negociata, të diskutonim në parlament. Për një seancë të tillë duheshin 40 nënshkrime, gjë që ne nuk mundëm t'i marrim. Dhe mendum që së paku të bëhej seancë në ditën kur pritej që të hiqej lapidar, pra ishte kërcënimi në datën 16, eventualisht në datën 17 të bëhej një seancë ku do të flitet për të drejtat e qytetarëve në Preshev, Bajanosë dhe Medveq. Një gjë e tillë nuk mundën ta realizojnë për shkak të kohës së shkurtër ndoshta për grumbullimin e 40 nënshkrime. Ne kishim vetëm nënshkrimet e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetvendosje, pjesërisht pati gatishmëri të pjesërishtme nga Lidha Demokratike e Kosovës, po një diçka e tillë nuk mund të realizohet sepse nuk mund të bëhej numri 40. Po unë mendoj që është ende situatë mjaft e ndihshme dhe është moment i volitshëm që faktori politik shqiptar të jetë unik kundrejt këtij problemi. Natyrisht, të jetë unik jo
për shku në negociata me Serbinë dhe për të bërë kompromise të reja. Po tjetë unik dhe i vendosën mu tani t'i kundërvijet këti problemi, t'i kundërvijet Serbisë tani. Pra, për këtë arsye dhe ne tani po thrasim një protest me datën 26 pra të shtunën, në orën 2, ku presim që t'na përkrahin të gjithë. Ka mund të thirret protesta më herët. Ne ishim në pritje që do të mund të ndodhë diçka e tillë. Mirë, po ditët po kalojnë dhe kemi të domosdoshme që këtë moment të thirrë një protestë paqësore, kundër të tjera do të jetë kërkesa edhe për kthimin e reciprocitetit. Pra, ndërpresë e negociatave dhe kthimit të reciprocitetit. Protesta e qytetarëve në rrugë përshkallëzon gjendjen edhe më tepër? Ne po thrasim me protestë paqësore. Dhe ne po thrasim me protestë paqësore në një marsh nga biblioteka deri te qeveria. Në hapësirat publike, në qendër të Prishtinës, nuk është vend ku ka arsye për të ketë dhunë, sepse në mënyrë paqësore do t'i drejtojmë ato kërkesa në fund edhe vetë institucionet të Kosovës që të ndërmarrë një veprim të tillë. Pra, janë kërkesa që kanë bojnë pra dhe me heqjen e reciprocitetit dhe me ndërprerjen e negociatave dhe vendosjen e kushteve pra për sa i përket të drejtave të qytetarëve në Preshevë e Nosë Medveq. Mos harrojmë, kjo është një protestë e solidaritetit me qytetarët në Preshevë e Nosë Medveq dhe me rastin e heqjes së lapidarit. Mos harrojmë që lapidari është një element simbolik i cili përfaqëson në një farë mënyrë tash shtypjen kundër shqiptarëve në të trija komunat. Por nuk mund të reduktojmë tërat shtypje në atë lapidar. Ajo është vetëm një element simboli tash për tërat shtypje e cila po ndodh tash sa vite dhe për tërat dëbim të qytetarëve. Dhe kemi të domosdoshme që të reagojmë. Dhe reagimi duhet të jetë paqësor, pikërisht në momentin kur ka rrezik të revanshizmit, të idesë revanshizmit të qytetarëve gjithandej në Kosovë kundrejt monumenteve apo varrezave këtu. Pra, nëse guxojmë të paragjykojmë, sa kusht t'i bëjmë presion Prishtinës, nëse guxojmë të paragjykojmë, çka nëse Serbia e forcat serbe rikthejnë pllakën përkujtimore prap në Preshevë? Ka mundësi në të njëjtin ose ka propozime në vende të caktuara në xhamia apo diku. Mos harrojmë që Serbia me atë ditë që e ka heq monumentin, pllakën, e ka treguar forcën e vet. Ka treguar se kush është Serbia. Ajo dhe mund të kthej apo mund të kërkoj të negociohet për kthimin e pllakës aty në këtë vend apo në një vend tjetër, diku afër apo kudo qoftë. Po akti i heqjes dhe ndërhyrja në atë mënyrë është ndërhyrje politike, ndërhyrje me ndikim politik, që tregon karakterin e Serbisë kundrejt shqiptarëve. Pra, ajo tani mund gjëja të tregohet as gjeneroze, por fati i shqiptarëve të Preshevës e Nosë Medveq po mbetet i varur tërësisht nga Beogradi. Serbia kur don ta heq, kur don ta vendos pllakën, ne pra shqiptarët e Preshevës janë të varur krejtësisht nga ata. Po në këtë rast Prishtina mund të jetë efekti i protestave në Kosovë, posa ti si të themi heqjes atij akumulimit negativ. Po them që ne nuk do ta reduktojmë problemin në pllakën. Nëse për sa i përket të drejtave, nuk duhet për shembull nëse protesta jon nuk duhet ta reduktojmë problemin vetëm në pllakë, por të gjithë të drejtat e shqiptarëve në Preshevë e Nosë Medveq. Pra nuk është e mjaftueshme kthimi i pllakës. Pllaka është heq dhe tani është rihap edhe një herë problemi. Tash duhet të shkojë deri në fund. Zoti Aliu, situata në luginën e Preshevës sikur na morri pjesën më të madhe të kohës për këtë emision. Për sa i përket protestës paqësore, nuk ka arsye të ketë, nuk ka asnjë arsye, nuk ka pas asnjë në fakt, nuk ka arsye të ketë ndonjë përshkallëzim të një dhune në qendër të Prishtinës ku ne do të thrasim të bëhet një protestë paqësore. Shumë është desha të pyes në relacionet opozit në parlamentin e Kosovës, a ka mund të jetë më azhëshme opozita karshi zhvillimeve që ka ndodhur po ndodhin në Kosovë? Çfarë janë raportet e juaja me LDK-n, çfarë janë raportet me subjektet më të vogla politike të vetëvendosjes? Dhe çfarë mendoni për paralajmërimet e mundshme për një koalicion mes PDK-s dhe AK-s? Opozita ka mund të jetë jashtëzakonisht e fuqishme, por opozita ka mund ta ndryshojë gjendjen.
dhe që tani opozita mund të ndryshojë gjendjen në Kosovë. Me ngjarjet që ndodhen së fundi, pra, me vetë zërat brenda qeverisë, të cilët po e kundërshtojnë politikën e qeverisë, dhe me një opozitë unike do të mund të ndryshojë kjo gjendje. Pra, kjo politikë do të mund të ndërpritej nëse opozita do të ishte unike. Po një gjë e tillë nuk po ndodh. Si lëvizje vendosje ne kemi po përpjekje të bashkëpunojmë me faktorë të tjerë opozitar, në mënyrë që ta thrasim në mocion mosbesimi apo thjesht t'i bëjmë ndryshimet e nevojshme tani. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne kemi dërguar letër edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe përfaqësuesve të Aleancës, a kemi kërkuar takime 2 herë. Nuk na janë përgjigjur asnjëherë. Ne nuk kemi vendosur asnjë kusht për ato takime. Takimet mund të kenë ndodhur edhe në zyrat e tyre. Sa herë kemi pas nisma të ndryshme, ne i kemi përkrah. Nuk kemi pas problem kush e shkruan aty emrin e parë. Cili do ka një nismë pozitive, ne kemi qenë të gashëm. Do bojkotojmë për ligjin e ndërtimit edhe për ligjin e bankave, dakord, kemi dalë. Kam bërë presion ndërkombëtarët, të tjerët janë këtu, ne kemi mbet jashtë. Pra, ne kemi qenë çdo herë të gashëm për bashkëpunim në çështje të caktuara. Ne mund të mos pajtohemi politikisht. Është normale që ne të mos jemi të njëjtë politikisht, po ne mund të pajtohemi kundër diçkafit. Dhe atë mund të ndryshojmë bashkë. Dhe për këtë duhet të ketë vullnet, Presim që të ketë gatishmëri më të madhe. Pra, për neve është e dhimbshme kur ne bëjmë kërkesa për takime dhe në ato nuk ndodhin. E në anën tjetër, pak para se të shkon kryeministri në negociata, bën takim në mënyrë shumë të lehtë me cilin do lider dhe merr një farë lloj bekimi nga ata para se shkojnë negociata. Dhe çfarë takime jo formale në për restorane apo të tilla. Mos harrojmë që Kosova i ka në fund institucione vetë, i ka kuvendin. Të takomin kuvend. Aty duhet të fliten gjanat, jo në restorane. S'më përgjigjet për koalicionin e mundshëm PDK-AK. Koalicioni i mundshëm PDK-AK vetëm sa do t'i jepte jetë kësaj politike. Pra, ky koalicion nuk po bëhet për një politikë të re. Nuk po synon të bëhet për një ndryshim të kursit politik. Po synon vetëm që politikës aktuale t'i bashkohet edhe AK-ja. Po ndoshta krejt kjo situatë, këta zhvillimet fundit që ka ndodhur, po ndodhin në Kosovë dhe rreth Kosovës, leadershipi mos është peng i numrave në parlament. Ndoshta tash do të rritet ky numër. Ngjarjet dhe situata, kriza e vazhdueshme, edhe politike edhe ekonomike, negociatat edhe gjitha këto gjithë ky rreth vicioz që në cilin Kosova po sillet, po e ndryshon vetvetiu gjendjen. Pra, zemrimi qytetar, pakënaqësitë edhe brenda subjekteve politike bëjnë që të ketë lëvizje, kudo. Të ketë lëvizje edhe brenda PDK-s, të ketë zëra kundërshtare aty për politikën, sepse mos harrojmë që edhe në PDK, edhe në LDK, në AK, ne mund mos pajtohemi me politika, po aty ka zëra të sinqertë gjithandej. Këto në vetvendoset kudo. Dhe të gjithë ata në një moment caktuar nuk mund t'i bëjnë ballë padrejtësive, që është azëm në këtë që ndodh sot që në politikën aktuale sot që udhëhiqet nga PDK-ja. Ka aty, unë kam shumë besim që brenda PDK-s ka aq shumë zëra, të cilët do t'i kundërvijë një ditë kësaj politike, sepse në fundit nuk mu më bën përshtypje jashtëzakonisht keqe sot që ta zëm në emër të Najt Hasanit, Ylet Hysenit, Flora Brovinës që përcaktojnë vlera, quhet të flet Berat Buzhala. Është një farë, kështu një farë ndrysh, po ndodh diçka që nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund ndodh diçka e tillë. Pra, vlerat në fakt janë duke u spostu anash. Dhe kjo patjetër që do të ketë reagime, Këto reagime do të sjellin rezultate. Zoti Aliu, sa jeni optimist se kjo situatë do të kalohet? Pa ndonjë dëm në aspektin e kauzës kombëtare. Na veç po kemi dëme çdo ditë. Pra, të gjitha këto që po ndodhin, edhe marrëveshja e fundit në Bruksel, edhe marrëveshjet paraprake, edhe ato që priten të ndodhin tashmë, këto po e dëmtojnë çështjen kombëtare.
Dhe të gjitha këto do të na kushtojnë kohë dhe mund për me i rikuperu të gjitha këto dëme. Prandaj sa më herët që të ndryshojmë në diçka të tillë, që të ndryshojmë të kthehemi marrë që thonë, po unë mendoj që nga e marra lëvizjave vetëvendosje është e gashme të ulemi dhe të flasim që të kthehemi nga e marra. Dhe nuk e kemi problem, dhe nuk do ta kishim problem ta zëm. Ne mund mos pajtohemi me ndonjërin në politikën e sotme. Ne mund të mos pajtohemi me të djeshmen. Ne mund ta respektojmë të kaluarën e secilit, sepse të gjithë kanë kontribuar në këtë vend. Këtu sot kemi arritur me mundën e të gjithëve. Secili ka vendosur ka një tullë dhe kemi ardhur këtu. Pra, ne mund të mos pajtohemi sot me politikat, po duhet ja respektojmë secilit të kaluarën e vet që e kanë pru deri këtu dhe nuk mund ta shlyjmë historinë. Dhe është pikërisht ajo që sot krijon një farë brumi që sot ka shpresë që mund të ketë bashkëpunim me cilin do subjekt, sepse kudo është ky brum që e ka pru situatën deri këtu. Dhe për këtë punë do duhet të kishim mbi parime të reja, jo mbi këto parimet që t'ja nënshtrojmë çdo gjë, tash negociatave apo presionit, çfarë do presionit t'i nënshtrohemi. Nëse për lëvizjen vetëvendosje, ndryshimi i parë është që agjenda e zgjidhjes së problemit ta vendosim ne vetë. Jo ti nënshtrohemi agjendave të huaja të jashtme. Zoti Aliu, faleminderit që gjetë kohë të jeni në emisionin e Drejt për Drejt të televizionit. Njëra ndër elementet që do të mund të ndikonte në ndryshimin e këtij kursi është edhe protesta e datës së shtunë, pra 26 janarit, në orën 2, ku shpresojmë që edhe këto kompanitë e transportit do të ndihmojnë qytetarët e Kosovës të vinë në Prishtinë të protestojnë në mënyrë paqësore atë ditë për qytetarët e Preshevës, Banosit dhe Medveqës. Shikues nderuar, këtu është fundi i këtij emisioni. Edhe më tutje juftojmë që të jeni me programet e televizionit Tema. Miru pafshim, mirëmbëqi, javë nashme.